një kategori e njerëzve që bëjnë vetvrasje, ato nuk e vrasin veten, po e vrasin atë njeriu e huaj që nuk e durojnë më tek vetja e tyre. Në raste kam pas në Zvicër, në Gjermani, për shembull, njeri kur ti e shikon ti thua, wow, vetëm 1% të kisha të asaj që ka ki njeri, dhe pastaj, do me thonë nga pamja e jashtme, nga dukja. Dhe pastaj kur fillon të flasësh, duke folur, sa më gjatë që flet, aq më e madhe bëhet distanca, thua shqyr Zotit që nuk jam në lëkurën e këtij. Do me thonë kam pas raste që edhe pse ka pasur shumë, duke bërë një jetë luksoze e krejt, po kur shpirti flet për hir të boshliku që ja ke krijuar ti, zhvesjes së vazhdueshme dhe ndrydhjes së vazhdueshme, atëherë mendja e ndihmon këtë proces dhe të shtihet deri në vetvrasje. Dhe në rastet të këtilla, të këta njerëz krijohet një fenomen shumë specifik, shkenca e ka studiuar këtë, ti fillon të ndihesh i huaj në vetvete. Edhe një kategori e njerëzve që bëjnë vetvrasje, ato nuk e vrasin veten, po e vrasin atë njeriu e huaj që nuk e durojnë më tek vetja e tyre. Shumë e bukur kjo, edhe e dhimbshme njëkohësisht. Ky fenomen është shumë i shpeshtë të rinjt tanë, Sheki, besoj e ke dëgjuar, besoj jo vetëm në shoqërinë shqiptare, besoj gjithkund në botë është e pranishme. Pse ndodh fillimisht? Dhe ka ndonjë shans që ne t'i shpëtojmë këta të rinj? Çfarë duhet të bëjmë? Definitivisht ka një shans. E para na nevojitet neve më shumë modele suksesi. Të rive ju mungojnë modele suksesi. Unë gjithmonë e marrë me që e kam mik të shpirtit Vasil Naçin, është një model i përkryer kur flitet për suksesin. Neve na mungojnë modele të këtilla. Ne shpesh dëgjojmë për modele, ka bërë këtë, ka bërë atë, gjëra që ndoshta janë edhe ilegale, janë pasuruar, ku diu nëpërmjet lojrave të fatit, nëpërmjet korrupsionit, manipulimeve, gjërave të këtilla. Modele të këtilla ka plot. Ne kemi shumë pak modele të cilët do të inspirojnë të rinjt që të punojnë në punë të ndeshme, me sinqeritet.